Vendet të Ballkanit përfshihen nga zjarre masive, situata më kritike në Kroaci. Pesë familje nga Maqedonia kanë kërkuar ndihmë për evakuim nga Greqia. Nikolovski thot se po përpiqen të zgjidhin problemin me transportuesit. LSDM kërkon transparencë nga Mocuski për procesin eurointegrues të vendit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ballkani është përfshirë nga zjarre shkatruese pyjore, duke shkaktuar evakuime, qytetarë të lënduar dhe dëme të mëdha materiale. Situata më dramatike është krijuar në Kroaci, ku si pasojë e zjarreve masive, 10 qytetarë përfunduan në spital, ndërsa u djegën edhe një numër i madh i shtëpive. Zjarre katastrofike pyjore kanë përfshirë Dalmacin, ndërsa situata më kritike është në afërsi të Omishit. Si pasojë e lëndimeve të pësuara nga zjarri i mbrëmshëm pranë Omishit, 36 persona kanë marrë ndihmë mjekësore në qendrën klinike në Split. 14 pacientë janë shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë lëshuar për trajtim në shtëpi. 7 pacientë ndodhen në kujdesin intenziv dhe jeta e tyre është në rrezik. Edhe 3 pacientë të tjerë janë vendosur në kujdes intenziv, ndërsa pjesa tjetër po trajtohet në repartet e spitalit. Nënkryetari i komunës së Omishit, Ivan Pivčević, deklaroi se dëmet janë të mëdha dhe se janë djegur një numër i madh automjetesh dhe shtëpish, po digjen edhe struktura të mëdha prej qeliku menjëherë mbi qytet, të vendosura për të parandaluar rënjen e shkëmbinjave mbi shtëpit. Mbrëmjen e së njëjtës nga zjarri është përfshirë edhe vendbanimi i njohur turistik Siviri, në Halkidiki të Greqisë. Nga Siviri, gjithsej 481 persona janë evakuuar përmes detit. Sipas raportimeve të mediave greke, në transportin e njerëzve janë përfshirë 2 anije të rojës bregdetare greke, 2 anije të brigadës së zjarrfikësve, 3 anije peshkimi, anije private dhe një traget i shpejt për pasagjer. Edhe Maqedonia e Veriut tashmë disa ditë po përballet me zjarre në zona të caktuara të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar plot 40 zjarre në hapësira të hapura, shumë prej të cilave kanë rrezikuar seriozisht fshatrat. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojanče Angelov, njoftoi se dita e djeshme ishte më e vështira e kësaj vere, duke pasur parasysh se në fshatin Bogomil, komuna e Çashkës, zjarri arriti deri te shtëpitë e para, por në momentin e fundit u parandalua katastrofa, ndërsa situata më e vështirë për t'u përballuar ka qenë në Pelagoni, ku janë rrezikuar 3 fshatra. Fal reagimit të guximshëm dhe të shpejtë, mbi të gjitha nga banorët e vendas, u parandalua një katastrofë. Zjarrfiksin nga Velesi mbërritën shpejt dhe dha një kontribut të madh në lokalizimin, vënien në kontroll dhe shuarin e këtij zjarri të vështirë. Këtë verë, zjarre masive ka pasur edhe në disa vende të Europës, ndërsa më të përhapura kanë qenë në Francë dhe Spanjë. Zjarret në Greqi vijojnë të paraqesin rrezik, ndërsa autoritetet maqedonase njoftojnë se 5 familje maqedonase kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim. Po ashtu, Ministria e Jashtme u bëri thirrje qytetarëve në zonat e rrezikuara të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale. Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme ka njoftuar se 5 familje maqedonase deri tani kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e prekura nga zjarret në Greqi, bazuar në të dhënat e përfaqësisë diplomatiko-konsullore në Selanik. Sipas shërbimeve kompetente greke, shtetasit maqedonas janë orientuar drejt pikave më të afërta të përcaktuara, ku edhe janë strehuar së bashku me turistët e tjerë. Të gjithë qytetarët maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për asistencë, të kontaktojnë menjëherë numrin e telefonit të kujdestarisë së MPJ-s, adresën elektronike ose në numrat e telefonit të konsulatës në Selanik.
Nga Ministria po ashtu i rikujtojnë qytetarët që qëndrojnë në rajonet e prekura që ta ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e autoriteteve lokale greke. Pasi dje shpërtheu një zjarr i madh pyjor pranë vendbanimit të njohur turistik Siviri në krahun e parë të gadishullit të Halkidikis në Greqi. Sipas MPJ-s, nuk kanë marrë informacion zyrtar nga institucionet kompetente greke për numrin e shtetasve maqedonas të evakuar në zonat e përfshira nga zjarret. Ndërkohë, shërbimi grek i zjarfikësve bëri të ditur se intensiteti i zjarrit është ulur gjatë mbrëmjes, megjithse zjarri ende nuk është vënë nën kontroll. Nga Siviri, përmes detit janë evakuar gjithsej 481 persona. Drejtoria për punë hidrometeorologjike paralajmëroi se gjatë pasditës ekzistojnë kushte për stuhi me rreshje të dendura shiu, erë të fortë, bubullima dhe breshër. Sipas hartës së publikuar, kushte për stuhi ka në një pjesë të madhe të vendit me përjashtim të Shkupit, Kumanovës, Kriva Pallankës, Tetovës, Gostivarit dhe zonave të tjera. Sa i përket motit, ditëve në vijim paralajmërohet një periudhë me mot të qëndrueshëm dhe më të ngrohtë. Sipas tyre, vetëm të martën do të ketë kushte për rreshje lokale të dendura shiu dhe bubullima. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8 deri në 20 gradë, ndërsa maksimalet nga 30 deri në 39 gradë Celsius. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve njofton se sot do të ketë kufizime të qarkullimit në autostrada për automjetet që transportojnë mallra dhe peshojnë mbi 20 ton. Kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11 deri në orën 17:30 për shkak të temperaturave të larta, të cilat pritet të kalojnë 32 gradë Celsius. Masa vlen vetëm për autostradat. Në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, automjetet mbi 20 ton do të mund të qarkullojnë normalisht. Nga kufizimi përjashtohen automjetet e policisë, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore. Ministria u bën thirrje drejtuesve të automjeteve dhe operatorëve të respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë udhëtimet sipas orarit. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski ka reaguar sot ndaj paralajmërimit për protestë nga ana e transportuesve. Ai tha se qeveria po punon me vendet anëtare për marrëveshje bilaterale dhe se protestat nuk janë zgjidhje e duhur. Pasi disa ditë më parë, shoqatat e transportuesve nga Ballkani Perëndimor paralajmëruan se do të mund të nisin protestat nga 1 shtatori në rast se nuk do të arrijnë marrëveshje me Brukselin për kërkesat e tyre. Sot, në lidhje me këtë çështje, ka folur ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski, i cili tha se qeveria ka komunikim të rregullt me shoqatat e transportuesve dhe se po kërkohet zgjidhje konkrete përmes bashkëpunimit bilateral me vendet e zonës Schengen. Ne kemi takime të rregullta, nëse jo çdo javë, atëherë çdo 2 javë, kemi bashkëpunim të shkëlqyer. Kjo çështje është një nga qindra çështjet që po i zgjidhim, sa i përket problemit që u krijua me futjen e sistemit entry-exit të Bashkimit Evropian. Ne po bëjmë maksimumin ton dhe transportuesit kanë mbështetjen e plotë. Ai tha se çështja është në kompetencë të Bashkimit Evropian dhe zonës Schengen, por shtoi se shteti po ndërmerr hapa për tejkalimin e pasojave përmes lidhjes së marrëveshjeve bilaterale me vende të veçanta. Ai informoi se Maqedonia e Veriut tashmë ka marrëveshje të tilla me Kroacinë, Zvicrën dhe Rumaninë, ndërsa intensivisht po punohet për marrëveshje me Austrinë, Hungarinë dhe Gjermaninë. Megjithatë, protestat e paralajmëruara Nikolovski nuk i konsideron zgjidhje më të mirë. Mendoj se është më konstruktive të gjejmë zgjidhje dhe nuk mendoj se protestat janë zgjidhja. Sigurisht, ato janë forma të fundit, por në gjatë periudhës së kaluar kemi gjetur zgjidhje dhe do të vazhdojmë t'i gjejmë. Kujtojmë se transportuesit nuk kërkojnë ndryshimin e marrëveshjes për qëndrimin në zonën Schengen, por kërkojnë zbatimin e një trashëgimi dhe konsekuent, sipas të cilit në zonën Schengen mund të qëndrohet të maksimumin 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. BDI dhe qeveria përplasen sërish për përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. BDI akuzon për disproporcion në punësimet e reja në MPB, ndërsa zëvendës ministri Astrid Iseni i hedh poshtë pretendime duke thënë se shifrat tregojnë diçka ndryshe.
Partia Opozitare Shqiptare BDI ka vazhduar me akuza ndaj qeverisë në përgjithësi e ndaj vlenit në veçanti, duke i përdorur shenjat matematikore të krahasimit. Ata kësaj here janë përplasur për punësimet e fundit në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Sipas BDI-s, në konkursin e fundit janë pranuar 549 policë të rinj, ndërsa theksojnë se më pak se 40 janë shqiptar. Kjo përbën sipas tyre rreth 7% të numrit të përgjithshëm. I njëjti disproporcion, shtojnë ata, varet edhe gjatë shënimit të ditës së policisë, ku nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ka qenë shqiptar. Policia ishte një nga institucionet kryesore ku marrëveshja e Ohrit solli ndryshim të thellë në përfaqësimin e shqiptarëve. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat u vendos si standard kushtetues pikërisht për të siguruar që institucionet shtetërore ta reflektojnë karakterin multietnik të vendit. Sot, 25 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, të dhënat nga MPB tregojnë një kthim prapa në këtë proces. Më pak se 40 shqiptar nga 549 policë të rinj dhe vetëm një shqiptar nga 30 policë të dekoruar janë tregues konkret të kësaj politike. Ndërkaq, kalkulatori i zëvendës ministrit të punëve të brendshme, Astrid Hiseni, nuk tregon kështu. Ai thotë se në konkursin e fundit kanë qenë 496 punësime, prej të cilëve mbi 70 shqiptar. Por le ta kujtojmë edhe një fakt tjetër, kur BDI-ja ishte në pushtet dhe kishte edhe zëvendës ministër në MPB, ministri i atëhershëm në paraqitjet publike u ambyllte gojën dhe nuk i lejonte të flisnin. Sot të njëjtët që atëherë heshnin na shesin moral e drejtësi. Le të vazhdojnë me gënjeshtra. Ne do të vazhdojmë të përgjigjemi me fakte, sepse përveç atyre që vet u besojnë gënjeshtrave të tyre, vështirë se ka mbetur dikush tjetër që u beson. Pretendimet e BDI-s, Hiseni quan shpifje dhe gënjeshtra, duke theksuar se faktet i demantojnë ato njëra pas tjetrës. Ai akuzon BDI-n se çdo ditë del me pretendime të reja, ndërsa sipas tij ato rrëzohen nga faktet. LSDM dhe VMRO DPMNE përplasen për deklaratat e ministrit të jashtëm Timço Mucunski lidhur me integrimin evropian. LSDM-ja akuzon atë për vetë demantim dhe mungesë transparence, ndërsa VMRO DPMNE i hedh poshtë akuzat dhe kundërpërgjigjet me kritika ndaj opozitës. Sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar i LSDM-s Andrej Zhirinovski ka drejtuar kritika të ashpra ndaj qeverisë dhe ministrit të punëve të jashtme Timço Mucunski, duke akuzuar për përhapje të gënjeshtrave dhe vetë demantim në lidhje me procesin e integrimit evropian, si dhe për kërcënime ndaj opozitës dhe qytetarëve. Sipas Zhirinovskit, Mucunski ishte kapur në gënjeshtër, pasi para rreth 10 ditësh, gjithsesi më 3 kusht, ka deklaruar se po zhvillohen bisedime nën radar për zhvillimin e integrimeve në BE, ndërsa tani tha se vetë demanton këtë deklaratë dhe akuzon LSDM-n se gënjen. E shpallim fazën e re në VMRO, ndërsa faza e re është se pasi rregullisht na demantoni neve, tani kanë filluar të demantojnë vetveten. Pas 10 ditësh i erdhi ralla ta demantojnë vetveten, pra nuk bëhet fjalë për asnjë heshtje. Mucunski thjesht është kapur në gënjeshtër. I mënjhershëm ka qenë reagimi i VMRO DPMNE-s, të cilët i hedhin poshtë këto pohimet të opozitës, ndërsa Zhirinovski e cilësojnë si ishe kryetar të pasukseshëm komune dhe ambasador të pasukseshëm. Nga partia në pushtet e akuzojnë gjithashtu Zhirinovskin se flet për lirinë e shprehjes, ndërsa sipas tyre LSDM-ja vazhdimisht shfaqet në televizione dhe media, duke shpikur tema dhe duke përpiqur të krijojë frikë e panik për të tërhequr vëmendjen publike. Prandaj po, me paraqitjen e sotme, Zhirinovski vetëm edhe një herë konfirmoi se është pjesë e llumit të LSDM-s, njerëz që gjithë jetën kanë qenë në ndonjë funksion shtetëror ose partijak dhe të cilët për t'i mbajtur kultukët nuk e kanë problem të kalojnë nga një parti në tjetrën. Nga VMRO thonë se qytetarët e kanë vlerësuar tashmë LSDM-n në zgjedhjet e fundit dhe se sipas tyre në zgjedhjet e ardhshme ajo do të përfundojë në anën e errët të historisë. Shkupi për herë të parë bëhet me qendër për qëndrim ditor për personat me invaliditet pi moshën 14 vjeç. Qendra synon të ofrojë mbështetje profesionale, aktivitete edukative dhe rekreative, si dhe të ndihmojë në zhvillimin e pavarësisë dhe vetbesimit të përfituesve.
Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, informon se për herë të parë Shkupi u bë me qendër për qendrim ditor për personat me invaliditet nga 14 vjeç e lartë. Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ai la të ditur se së bashku me ministrin për politikë sociale, demografi dhe rini, Gjoko Velkovski, në hapësirat e QKM-s e bën hapjen e qendrës për qendrim ditor për personat me invaliditet nga mosha 14 vjeç e tutje, nga ku vlerëson se ky do të jetë vendi në të cilin çdo kush do të ketë siguri, kujdes, mirëkuptim dhe ngrohtësi. Sot së bashku me ministrin për politikë sociale, demografi dhe rini Gjoko Velkovski, në hapësirat e QKM-s hapëm qendrën për qendrim ditor për personat me invaliditet nga mosha 14 vjeç e tutje. Ky është vendi në të cilin do të ketë siguri, kujdes, mirëkuptim dhe ngrohtësi. Vend në të cilin çdo njeri do të pranohet ashtu siç është, me aftësitë, dëshirat, nevojat dhe potencialet e tij. Obligimi ynë si shoqëri nuk është vetëm të flasim për barazinë, por ta krijojmë atë në jetën reale. Në këtë qendër, siç thekson ai, përfituesit do të marrin mbështetje psikologjike dhe profesionale, do të marrin pjesë në aktivitete edukative, krijuese dhe rekreative, do të zhvillojnë aftësi praktike dhe jetësore, do të krijojnë miqësi, do të komunikojnë dhe hap pas hapi do të ndërtojnë pavarësinë dhe vetbesimin e tyre. Por kjo qendër është e rëndësishme edhe për familjet e tyre, për prindërit dhe kujdestarët që mbajnë dashuri, kujdes dhe përgjegjësi të madhe çdo ditë. Ne duam të jemi një mbështetje e vërtetë, le t'u bëjmë të ditur se të dashurit e tyre janë në duar të sigurta në një mjedis ku ata respektohen, mbrohen dhe inkurajohen të përparojnë. Askush nuk duhet të ndihet i harruar, i lënë me një anë ose më pak i vlefshëm. Gjorgjevski thekson se fokusi i qytetit të Shkupit nuk do të jetë tek kufizimet, por tek mundësitë, talenti dhe aftësitë e personit. Ai thotë se kjo qendër do të jetë shumë më tepër se sa një vend për jetesë të përditshme. Do të jetë një vend për socializim, mësim, zhvillim, mbështetje, miqësi dhe fitore të reja. Një vend ku çdo person do të dijë se i përket dikujt, sepse siç thot ai, Shkupi është një shtëpi për të gjithë. Kryeministri në detyrë dhe njëherë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka përshëndetur vendimin dhe qëndrimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikut për gatishmërinë e kësaj partie për të diskutuar edhe zgjedhjes së një presidenti konsensual. Megjithatë, Kurti ka thënë se LDK është dashur të hyjë në bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Ai u ka bërë thirrje edhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës që të ulen në një tryezë për të gjetur një figurë unifikuese për president, duke theksuar se presidenti nuk mund të jetë vetëm i lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Kurti ka thënë se e ka përcjell mbrëm deklaratën e Abdigjikut, i cili ka bërë të ditur se LDK-ja do të qëndrojë në opozit, por është e gatshme të diskutojë për emër konsensual për president. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë në bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike, nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve, 53-18, po deformimi i rezultatit nuk mund të jetë. Pra, me 18 deputet, ta marrësh kryetarën e kuvendit, nuk është pak. Palestinez së bashku me aktivistë huaj dhe izraelit të kraut të majtë mbajtën sot protest në vendbanimin Kustra të Bregut perindimor të poshtuar përpara se të drejtoheshin drejt 3 shtëpive të palestinezëve që prej 5 ditësh radhazi janë në rrethimin e kolonëve izraelit. Ushtarët izraelit i penguan aktivistët të hynin në shtëpi duke pretenduar se zona ishte zonë ushtarake e mbyllur. Megjithatë, protestuesit arritën të dorëzonin banorëve ushqime, ujë dhe furnizime të tjera të domosdoshme. Më herët, kolonët izraelit kishin ngritur sërish një tent pranë shtëpive të 3 familjeve palestineze në zonën Ras Al Ain, ndërsa rrethimi kishte hyrë në ditën e 5 radhazi. Dëshmitarët okular thanë për Anadolu se kolonët e ngritën përsëri tentën pranë shtëpive palestineze përpara se të mbërrinin ushtarët izraelit, të cilët më pas e çmontuan atë.
Italia e ka informuar zyrtarisht Gjermanisë se nuk do të pranoj kthimin e emigrantëve që kanë hyrë për herë të parë në Bashkimin Evropian përmes territorit italian. Ministria e Brendshme italiane i dërgoi një komunikim zyrtar qeverisë gjermane duke refuzuar transferimin e emigrantëve që i nënshtrohen rregullave të Dublinit të BE-s, raportoi të transmetuesi publik Rai News. Sistemi i Dublinit në përgjithësi cakton përgjegjësinë për shqyrtimin e një kërkese për azil vendit të BE-s përmes të cilit aplikanti ka hyrë për herë të parë në blok. Mosmarrveshja thuhet se ka të bëjë me 3 raste që përfshin dëbime që datojnë para 12 qershorit kur hyri në fuqi pakti i ri i BE-s për migracionin dhe azilin. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha të mërkurën se qeveria e saj do të vazhdojë deportimet të emigrantëve të parregullt dhe do të forcojë mbrojtjen e kufive. Mbrojtja e kufive, siguria, respektimi rregullave, ne do të vazhdojmë drejt në këtë rrugë, ka thënë Meloni. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.